Në klinikën universitare për pulmologji në Shkup, për të 6-ën vit me radhë u organizua ceremonia për zgjedhjen e punonjësve më të mirë të vitit 2025. Një ngjarje që tashmë është kthyer në traditë me synim vlerësimin e përkushtimit, profesionalizmit dhe humanizmit të stafit shëndetësor. Përzgjedhja u realizua në 7 kategori dhe përfshiu personelin mjekësor, teknik, administrativ dhe mbështetës. Votimi ishte anonim dhe transparent, me pjesëmarrjen të gjithë të punësuarve nga të 3 ndërrimet. Ceremonia solemne u mbajt në amfiteatrin e klinikave interne në prani të kolektivit dhe të drejtuesve të institucionit. Është viti i 6 me radhë ku ne organizojmë event ku e vlerësojmë punën të gjithë secilit prej jush. Klinika jonë është klinika e vetme e cila organizon event të tillë, edhe pse është klinikë shtetërore. Këtë punë e bëjmë për ta vlerësuar punën e gjithë secilit, edhe i kemi gjithsej 6 kategori: mjeku më i mirë, motra medicinale më i mirë, pastruesja më e mirë, transportuesi më i mirë, punëtori administrativ më i mirë dhe njësia më e mirë. Mendojmë që ta vazhdojmë këtë traditë dhe t'jemi frymëzim dhe inspirim për klinikat tjera. Vëmërime vëjme në klinikava, ushtena shim çestitam nësite. Në emrin tim dhe në emër të klinikës, edhe një herë i përgëzoj të gjithë ata që u zgjodhen këtë vit. Kjo nuk do të thotë se merita u takon vetëm atyre. I gjithë kolektivi punon si një trup i vetëm, i bashkuar dhe i përkushtuar. Prandaj, ky është thjesht një vlerësim për të parë se kush do të jenë më të mirë. Në mesin e të vlerësuarve këtë vit janë mjekja më e mirë Angela Debreshliovska, tekniku mjekësor më i mirë Bojan Mijov, transportuesi më i mirë Elham Bajrami, higjienistja më e mirë Daniela Velkovska, punonjësi administrativ më i mirë Rilind Sadiku, teknologu radiologjik më i mirë Igor Ristevski. Njësia më e mirë, reparti specialistiko, konsultativ, ambulanca, punëtor me kontribute veçantë Alizabeta Sajkova Angelovska. Fituesit u shpërblyen me mirënjohje zyrtare, stilolaps të brenduar dhe shpërblim monetar prej 200 eurosh për kategori. Ngjarja u mbështet nga sponsorë që kontribuan në organizim dhe shpërblime shtesë për ekipin më të mirë. Kjo iniciativë synon të forcojë motivimin dhe frymën ekipore në sistemin shëndetësor, duke vënë në pa punën dhe përkushtimin e atyre që çdo ditë kujdesen për shëndetin e qytetarëve. Një shembull pozitiv që promovon vlerësimin e profesionistëve shëndetësor dhe rëndësinë e punës së tyre në shoqëri.